Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, falenderojmë Allahun, mirësitë, bekimet qofshin profetit sallallahu alaihi wasallam, si dhe me gjithë ata besimtarë dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Babu nëhi anë sawm yawm al-fitr o yawm al-adha. Ndalesa e qartë për agjërimin e Fitr Bajramit dhe Kurban Bajramit. Pra, ka diçka që është ndaluar rreptësisht. Dhe kjo është një gjë për cilën nuk ka dy mendime. Të gjitha mëdhëbet, të gjithë dietarët, të gjithë kanë një mendim. Fitr Bajrami është haram të agjërohet, dhe Kurban Bajrami është haram të agjërohet. Fitr Bajrami është një ditë, atë ditë që është dita e Bajramit, pra Fitr Bajrami, ose Bajrami i madh, siç e thonë në gjuhën shqiptarisë mesme. Dhe Kurban Bajrami që është 4 ditë. Dita e Kurban Bajramit ose Bajrami i vogël që i thonë. Dhe 3 ditë të tjera. Në këto ditë është ndaluar që të agjërohet. Pse? Sepse janë ditë feste. Pse? Sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, ne këto 2 festa kemi. Sa ditë tjetër që thotë, inna ma hiya yamu aklin wa shurbin wa dhikrin lillah. Janë ditë për të ngrënë, për të pirë dhe për të përmend Zotin shumë. Pra nuk janë ditë agjërimi. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه نسككم من نسككم. Umar ibn Khattabi radhiyallahu anhu thot, këto 2 ditë ju ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ta agjëroni. Ditën kur e çelni mas Ramazanit dhe ditën e fundit që hani në të mishin e kurbanit, pra deri në ditën e fundit që hani mishin e kurbanit, pra Kurban Bajram edhe 3 ditë të tjera. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala la sawma fi yawmayn al-fitr wal-adha. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu tregon i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk ka agjërim në këto 2 ditë, pra nuk lejohet. Se dikush mund ta agjërojë, po nuk ka në kuptimin s'vlen. Nuk quhet agjërimi në këto 2 ditë, ditën e Fitrit, pra Fitr Bajramit, dhe ditën e Kurbanit, pra Kurban Bajramit. E ka quajtur ditë Kurban Bajramit pavarësisht se është më shumë se një ditë, pra në kuptimin e kundërinorit kohor se sa thjesht 24 orëshit. عن ابن عمر رضي الله عنه زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال رجل نذر أن يصوم يوما قال أظنه يوم الاثنين فوافق يوم عيد فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. Ziyad ibn Jubair ka ardhur dhe tregon se erdhi një burr tek Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhu dhe i tha, një burr është zotuar se do të agjërojë një ditë. Me sa më i mend thot Ziyad ibn Jubairi tha, një burr është zotuar se do të agjërojë ditën e hënë. Mirë po i qelloja atë vit thot Jubair, Ziyad ibn Jubairi, mirë po i qelloja atë vit që dita e hënë të ishte ditë Bajrami. I tha Abdullah ibn Omeri, pra pyetsi, ose ati që po interesohej, Allahu ka urdhëruar që të çohet në vend zotimi, ndërkohë që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar që të agjërohet kjo ditë. Pra i tha mos agjëro. Mos agjëro, mund ta çosh në vend zotimin në një të hënë tjetër, jo në këtë të hënë që i bie dita e Bajramit. Assalamu alaikum.